Surja e Lejl, Mekase, 21 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Për natën që mbulon me terr, për ditën që agon, dhe për atë që ka krijuar mashkullin dhe femrën. Vërtet veprat tuaja janë të ndryshme. Sa për atë që jep për hir të Allahut, ka frikë nga ai dhe dëshmon për vërtetësinë e më të bukurës, besimit, ne do t'ja lehtësojmë atij rrugën drejt shpëtimit. Kurse atij që është koprac, ndihet i vetëmjaftueshëm dhe e quan gënjeshtër më të bukurën, besimin, ne do t'ja lehtësojmë rrugën drejt dënimit. E kur të hidhet në zjarr, pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi. Neve na përket që t'ua tregojmë rrugën e drejtë, dhe me të vërtet e jona është ajo botë dhe kjo botë. Prandaj, unë ju kam tërhequr vërejtjen me një zjarr që flakëron, ku do të hidhet vetëm më i keqi, që ka mohuar dhe është larguar nga besimi. E do të mbahet larg tij zjarrit më i devotshmi, që ruhet nga gjunahet, që e jep pasurinë e tij duke pastruar veten dhe duke mos pritur shpërblim prej dikujt tjetër për këtë, por vetëm për të kërkuar fytyrën, kënaqësinë e Zotit të tij, më të lartit. Dhe ai me siguri do të jetë i kënaqur.